Koleg, familjar, miq dhe bashkëpunëtor të tij ndër vite i dhanë lamtumirën e fundit aktorit dhe regjisorit mirënjohur Edmond Mhilli, i ndarë nga jeta në moshën 79 vjeçare. Ata që bashkëpunuan me të sot ndajnë kujtimet e një kohe të ardhur kur regjisori Mhilli korri suksese me trupën e teatrit Migjeni të Shkodrës. Po largohet nga kjo botë një ndër artistët dinjitos të teatrit Migjeni. Njeriu i mirë dhe regjisori i talentuar Edmond Mhilli. Krijimtaria e tij artistike ka lënë shenjë në teatrin Migjeni dhe unë shpresoj që edhe brezat e ri, qoftë në fushën e regjisë, qoftë në fushën e aktrimit, të njekin shembujt e aktorëve dhe regjisorëve të mirë si Edmond Mhilli. Dritë i baft shpirti. E kam njohur Mondin, kur erdha këtu ai ishte regjisor i estradës, por ka bashkëpunuar dhe me teatrin, ka vënë disa shfaqje dhe ka qenë një ndër regjisorët profesionistë që e donte shumë teatrin edhe punonte në një mënyrë profesionale dhe shumë bukur. Unë kam bashkëpunuar tek Mirandolina dhe vërtet ka qenë një eksperiencë e bukur, një eksperiencë që do mbahet mend dhe ne kemi marrë pjesë edhe në festivale me atë shfaqje dhe puna e kujdesshme dhe puna si regjisor e tij ishte vërtet mbreslënëse. Unë nuk e di, tash i vjen mosha dhe njerëzit edhe ikin, dhe kjo është një dhimbje e madhe, është një humbje e madhe për artin shkodran dhe artin shqiptar. I lindur në 20 gushtin e 1947-s, Mhilli mbaroi Institutin e Lartë të Arteve në vitin 1970, presaj për jullë dhe deri në 74 do të punonte si regjisor në Puke, më pas për 15 vite në estradën e Shkodrës, duke kontribuar në këtë të fundit në një sër suksesesh. Pas vitit 2003 u angazhua në teatrin Migjeni. Si regjisor ai do dalloi për shihen e mirë, futjen në repertorin e estradës, të skeçit të gjatë dhe komedisë me një akt, si dhe për trajtimin realist të situatave komike dhe vëmendjen e veçantë ndaj fjalës dhe gjestit, mizaskenën e përmbledhur pa lëvizje të tepërta. Ai do të fitonte çmimin e parë me serinë e ditëve të buzëqeshjes 1983-84, ndërsa nga 85 dhe 86 do të vlerësoj si një nga më të mirat në takimet e humorit mes estradave profesioniste të Shqipërisë. I vlerësuar si regjisori më i mirë në festivalin e estradave, ai arriti të skenoj komedin Gomari Babatazi të Gjergj Fishtës në 92-shin së bashku me trupën e teatrit Migjeni. TV Channel i shpreh ngushëllimet familjes Mhilli për humbjen e aktorit dhe regjisorit të njohur.